Është përkujtuar këtë të hënë në Vlorë 5 maj, dita e dëshmorëve. Në varezat e dëshmorëve në Vlorë janë vendosur kurora dhe buqeta me lule në lapidarin që përkujton këtë ngjarje të rëndësishme historike. Të pranishëm prefekti i Qarkut Platon Nesturi, kryetari i Bashkisë Vlorë Ermal Dreda, drejtues të pushtetit vendor dhe institucioneve, deputet të Partisë Socialiste Vlorë, si dhe kandidat për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, veteran dhe të afërm të dëshmorëve. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Ermal Dreda vlerësoi dhe nderoi aktin sublim të dëshmorëve që i dhanë lirin në vendit. Sot është një ditë e shenjtë për shpirtin shqiptar. Një ditë që nuk harohet, nuk zbehet, nuk tretet në rrjedhën e viteve. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, dita e atyre që pa hezitim vendosën jetën e tyre përballë flagëve të luftës për të ndezur dritën e lirisë që ne sot e gëzojmë. Kjo ditë nuk është thjesht një datë në kalendar. Është një dëshmi e pavdekshme e trimërisë, e flijimit dhe e dashurisë të pakushtëzuar për atë dheun. 5 maj është dita kur kujtojmë jo vetëm dëshmorët e luftës antifashiste nacional çlirimtare, por gjithë ata që në periudha të ndryshme të historisë kanë rënë për të mbrojtur lirinë, pavarësinë, dinjitetin e kombit shqiptar. Në këtë ditë përkujtojmë bijtë dhe bijat më të ndritur të kombit tonë, emrat e të cilëve janë gdhendur për jetë në faqet e historisë dhe në ndërqegjen tonë kombëtare. Le të kujtojmë me nder Qemal Stafën, simbolin e rinisë shqiptare, që ra me një libër në dorë dhe me ëndrrën për një atë të çliruar në tjetrën. Ai dhe mijat të tjerë e deshën Shqipërinë më shumë se jetën e tyre. Dhe këtë dashuri të pamat që mbim si një burim i pashtershëm në zemrat shqiptare u shfaq forca më e madhe e këtij populli, fuqia për të sakrifikuar gjithçka, kur në lojë ishte liria e vendit tonë. Historia e Shqipërisë është histori përballjesh, por edhe ngadhënjimesh. Është histori dhimbje, por edhe shprese. Në çdo gur të kësaj toke ka gjurmë gjaku derdhur për liri. Në çdo mal, në çdo rrugë, në çdo qytet ka një kujtim, një histori, një emër që duhet përmendur me nder. Në çdo cep të këtij vendi toka mban kujtimin e një dëshmori. Në çdo brez që rritet jeton një detyrim i pashkryer të mos harrojmë kurrë çmimin e lirisë. Të mos harrojmë kurrë se liria që ne gëzojmë sot nuk është e dhënë, ajo është e fituar me sakrifica të mëdha. Është borxhi që ne kemi ndaj dëshmorëve që të ndërtojmë një vend më të drejtë, më të bashkuar dhe patjetër më të ndershëm. Të kujtojmë gjithmonë se nuk mjafton të vendosim një lule në lapidar një herë në vit, por të ndjekim shembullin e tyre çdo ditë, me punë, me respekt për njëri tjetrin dhe me dashuri për këtë vend të bekuar. Të dashur motra dhe vëllezër, sot do ndalemi për të kujtuar dëshmorët. Ne nuk flasim vetëm për të shkuarën, ne flasim për të ardhmen, sepse idealet për të cilat ata ranë, drejtësia, barazia, dashuria për atë dheun janë po aq nevojshme sot sa ishin dhe atëherë. Le të jetë kjo ditë një thirrje për ndërgjegjen tonë kolektive që sot ta nderojmë Shqipërinë me dinjitetin e nderit me të cilin ata e mbrojtën dje. Të mos lëm kurrë të shuhet flaka e kujtimit, të mos lodhemi kurrë falënderuari, sepse ata, dhe pse nuk janë më fizikisht mes nesh, janë të gjallë idealet që mbartin, në lirinë që kemi, në flamurin që valvitet krenar. Lavdit përjetshme dëshmorëve të atë dheut, i paruar kujtimi i tyre. Ndërkohë, omazhet e kësaj dite edhe këtë 5 maj 2025 nuk ishin të pranishëm për faqësues të forcave opozitare të politikës në Vlorë.